Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, mes debateve, tensioneve dhe përplasjeve të vazhdueshme, ka edhe momente që nxjerrin në pa anën më njerëzore dhe emocionale të banorëve. Një nga këto momente erdhi kur Labinoti foli hapur për vajzën që, sipas tij, i pëlqen më së shumti në këtë edicion, Albën, në një bisedë të qetë, larg zhurmës dhe konflikteve të zakonshme. Labinoti u shpreh me sinqeritet dhe superlativa për Albën, duke theksuar se ajo e tërheq jo vetëm për bukurinë e saj fizike, por edhe për mënyrën se si sillet dhe komunikon brenda shtëpisë. Është e bukur, e qeshur, më pëlqen mënyra si flet dhe si artikulon, u shpreh ai, duke treguar se vlerëson inteligjencën dhe qetësinë që Alba përcjell. Sipas Labinotit, Alba ka një elegancë natyrale dhe një mënyrë komunikimi që e dallon nga banorët e tjera. Ai vuri në dukje se ajo nuk ka nevojë për zhurmë apo konflikte për të rënë në sy, pasi prezenca e saj është e mjaftueshme. Qeshja e saj, mënyra e të shprehurit dhe qëndrimi i balancuar janë, sipas tij, cilësi që e bëjnë të veçantë në një ambient kaq të ngarkuar emocionalisht si shtëpia e Big Brother. Kjo deklaratë u pa nga shumë banorë si një moment i rrallë sinqeriteti në një lojë ku shpesh fjalët maten për strategji. Ndryshe nga flirtet e shpejta apo afrimet e sforcuara që janë parë gjatë këtij edicioni, qëndrimi i Labinotit ndaj Albës dukej më shumë si një vlerësim i pastër, i ndërtuar mbi respekt dhe admirimin për karakterin. Nga ana tjetër, Alba ka qenë një nga banorët që ka ruajtur një profil relativisht të qetë, duke u përfshirë në debate vetëm kur e ka ndjerë të nevojshme dhe duke u shprehur gjithmonë me artikulim të kujdesshëm. Pikërisht kjo mënyrë e saj e të qenit duket se ka ndikuar te Labinoti, i cili e sheh atë si një kontrast pozitiv ndaj tensioneve të përditshme të shtëpisë. Deklarata e Labinotit hapi diskutime edhe jashtë shtëpisë, ku publiku nisi të spekulojë nëse kjo simpati mund të shndërrohet në diçka më shumë apo do të mbetet thjesht një p.